Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin përjavshëm Besimi i krishterë ortodoks. Kisha ortodokse, përveç se adhuron Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, të rinë e qëndshme dhe të pandar, nderon në mënyrë të veçantë hylinëse si nënën e Zotit, nderon edhe shenjtorët që quhen vëllezërit dhe motrat e Krishtit në frym. Dhe gjatë gjithë vitit liturgjikal, kisha ortodokse kujton shenjtorë të ndryshëm, të cilët kanë karakteristikat e grupimet ndryshme që përbëjnë atë renë e shenjtorëve. Kemi nderimin e shenjtorëve të parë që janë martirët, pastaj vjen hierarkët, janë oshënarët, janë apologjetët, janë anargjendët, janë të drejtët, mbretërit e shenjtë. Të gjitha, siç tham, bëjnë atë që quhet reja e madhe e shenjtorëve. Por kemi shenjtorë lokal, të cilët nderohen nga një kishë lokale, nga një territor i caktuar, por kemi dhe shenjtorë përgjithshëm ose pan-ortodoks që nderohen në gjithë kishën ortodokse ku është shtriraja në kohë dhe në hapësirë. Një ndër shenjtorët pan-ortodoks, gjithë ortodoks ose që nderohen nga gjithë kisha ortodokse, është Shën Dimitër Mirovliti, një shenjtor shumë popullor dhe shumë i dashur për gjithë kishën ortodoks në të gjithë botën për gjatë gjithë shekujve. Kisha ortodokse këtë shenjtor kaq të madh e nderon më datën 26 tetor. Kështu që, duke qenë se edhe data 26 tetor bie këtë të diel, mendoj që sot neve të flasim për këtë shenjtor kaq të dashur dhe pan-ortodoks. Por kush ishte Shën Dimitër Mirovliti? Ai lindi rreth viteve 280 pas Krishtit në një familje e cila ishte e krishterë dhe e mëkuan fëmijën e tyre me Krishtin, dhe ai u rit si një krishter me një jetë të virtytshme dhe shërbente edhe si zyrtar i lartë në administratën e Greqisë, që ishte nën perandori romake, në qytetin e famshëm të asaj kohe Selaniku. Dimitri ishte një përfaqësues i shtetit romak, si një prefekt i Selanikut, dhe ai nuk e keq përdori pushtetin e tij, siç ishte në atë kohë, sidomos kundër të krishterëve, sepse dim që krishterimi ose ulla e krishterë persekutori për një kohë të gjatë nga perandorët romak, që e shikonin krishterimin si një pengesë për marrëzit e tyre, pra që mbretërit kërkonin adhurim, po ashtu ishte edhe një kohë ose një situatë e degeneruar morale. Krishterimi fliste të kundërtat. Krishterimi fliste që nuk duhet të adhurohet njeriu, do të adhurohet Perëndi njeriu, Zoti ton, Zoti ynë Jezu Krisht, po ashtu krishterimi fliste për një jetë të moralshme. Për këtë arsye dhe paganët e shikonin krishterimin si një pengesë, madje edhe si një armik të perandorisë romake, sepse Neroni shpivi kundër krishterëve sikur ata i vunë zjarrin Romës. Po ishte Neroni që i vuri zjarrin Romës sepse kërkonte që të shkatronte qytetin për përfituar pronat publike, për ndërtuar pallatin e tij. Dhe mbas Neronit kemi shumë perandor që persekutuan të krishterët, dhe një ndër ta është edhe Diokliciani. Pra flasim në këtë kohë ku u martirizua dhe Shën Dimitri. Shën Dimitri, pra, si prefekt i Selanikut, jo vetëm i shërbente popullatës, por ai shërbente në mënyrë të veçantë të krishterëve me fjalë dhe me vepra, dhe personaliteti i tij të ishte gjithnjë e më tepër pagan, duke u bërë krishter, sidomos dhe rinin e Selanikut. Pra, ishte krijuar në atë kohë një grup të rinj të Selanikut, të cilët kishin gjetur tek Shën Dimitri udhëheqësin e tyre. Sa problemi që u krijonte mosha e tyre rinore, pra vurulli rinor, po ashtu edhe koha e persekutimit, të gjitha të rinë shkonin dhe gjenin përkraje të Shën Dimitri, në fjalët e tij, po në guximin e tij dhe në veprën e tij. Kështu që ata e shikonin Shën Dimitrin si mësuesin e tyre, i cili i katekizonte në mënyrë të fshehtë, sepse thamë që krishterimi në atë kohë përndiqej. Por veprimtaria e krishterë e Shën Dimitrit, e cila pavarësisht se bëjnë në mënyrë të fshehtë, prap ajo nuk mund të fshihesh, ra në sy të autoritetëve, të spionëve të shtetit romak, për këtë e spionuan dhe e burgosën me akuzën se mbronte të krishterët dhe e futën në një burg në Selanik, në një qeli shumë të ngushtë ku mezi trupi i tij qëndronte dhe priste gjykimin e ardhshëm. Por në atë kohë në Selanik u bën dhe disa lojra dhe u shfaq një gjigant, i quhet Ilie,
i cili blasfemonte emrin e Krishtit dhe tundonte të krishterët që të vinin dhe të ndesheshin me ata. Ilieu përfaqësonte pushtetin romak dhe pagan, një pushtet që dukej i fuqishëm, i pamposhtur, kurse të krishterët ishin në një numër të vogël në atë kohë dhe shumica e tyre nuk kishin kurajo të përballej me Ilion. Por ndërmjet atij grupi të krishterë që dëgjonte blasfemit e Iliut ishte dhe Nestori. Ishte një djalë me shtatë të shkurtër, por me një zemër të madhe. Ai kur dëgjoi blasfemit e Eliut, patjetër që u trondit në shpirt dhe mori kurajo të ndeshej me Elia. Por nuk e bëri këtë thjesht me dëshirën e tij. Shkoi tek Dimitri, i cili ishte i burgosur në atë kohë dhe i kërkoi bekimin e tij, uratën e tij, lejen e tij për të ndeshur me Elion. Atëherë Shën Dimitri luti Zotin tonë Jezu Krisht dhe i dha uratën dhe bekimin Nestorit që ai të shkojë të ndeshet me Elion, se Perëndia do t'i jap fitore kundër këtij giganti që dukej i pamposhtur. Por dim se Nestori bëri një lëvizje të shkallët në stadium dhe i nguli shpatën në zemër Ilieut dhe ky gjigant ra i vdekur. Kjo ishte një fitore që përngjante me fitoren e Davidit kundër Goliathit. Por edhe pse ishte një fitore e pastër dhe ai meritonte kurorën me dafina, siç ishin në atë kohë si them kurorëzimi i fitimtarëve, atëherë të gjithë paganët kërkuan që Nestori t'i pritej koka. Kjo një gjë e pazakonshme në lojrat sportive. Kështu që i pren kokën Nestorit dhe mbas Nestorit vajtën edhe i ngulën heshta në zemër Shën Dimitrit dhe kështu ai i shporuar nga heshtat dhe nga shpatat e ushtarëve dha gjakun e tij për Krishtin. Këta dy martirë të Selanikut, Shën Dimitër Mirovliti dhe Nestori, nderohen në 2 ditë të veçanta në kalendarin liturgjik, në 26 tetor Shën Dimitri dhe në 27 tetor Shën Nestori. Pra janë 2 shenjtor të spikatur që nga shekujt e parë, nga koha e martirëve, të cilët nderohen gjatë të gjithë shekujt si shembull frymëzimi për të krishterët në çdo kohë. Por Shën Dimitri quhet edhe mbrojtësi i qytetit të Selanikut, sepse ai atje u martirizua, por atje edhe u varros. Dhe varri i tij është sot e kësaj dite në Selanik, po ashtu është lipsani i tij, trupi i tij, i cili është karakteristik sepse nga eshtrat e tij buron miro, një vaj aromatik, shumë aromatik, që jepet për bekimin e të krishterëve, që ka filluar që nga koha kur u martirizua dhe u varros Shën Dimitri dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Pra, Shën Dimitri shikohet edhe si mbrojtësi i qytetit të Selanikut. Ka shumë dëshmi për këtë shenjtor Mirovlit dhe mrekulli i bërës, sidomos për mbrojtjen e qytetit Selanikut, dhe në qytetin Selanikut nderohen në mënyrë të veçantë dhe disa ngjarje që ai e mbrojti në mënyrë të drejtë për drejtë qytetin. Le të përmendim mbrojtjen e Shën Dimitrit për qytetin nga pushtuesit avar. Njerë kishin vajtur avarët, që ishte një fiz barbar, për të pushtuar Selanikun. Në atë kohë në Konstantinopol mbretëronte perandori Mavrikio. Ai sapo mësoi këtë dërgoi një ushtri për të ndihmuar selanikasit. Por megjithatë avarët nuk largoheshin dhe bllokuan Selanikun dhe i shqetësonin banorët. Atë ditë ishte një murg që ruante varin e shenjtit, aty një natë përpara se të bëj betejë, ai pa një vegim. Sikur 2 të ri fisnik erdhën dhe i thanë t'i çojnë në kishën ku ishte shenjtori dhe t'i thonë shenjtorit që të dali sepse e kërkojnë. Vajti pra dhe i thanë shenjtorit, pra ky murgu, duke i thënë që kanë ardhur 2 fisnik dhe kërkojnë takojnë. Këta 2 të ri, pra ky murgu po shikonte këtë vegimin, i thanë shenjtit: "Mbreti i madh, Zoti Jezu Krisht, urdhëron shenjtërinë tënde të lësh këtë qytet dhe të shkosh tek ai, se qyteti do ta dorëzojë në duart e avarëve." I shenjti, pra Shën Dimitri, kur dëgjoi këto fjalë, u idhërua dhe u mërzit. Uli kokën për shumë kohë dhe lotoi kaq shumë sa që murgu që kishte lajmëruar i tha të dërguarve: "Po ta dija se do të idhëroj kaq shumë zotëria im, nuk do ta kishte lajmëruar që ju po e kërkonit."
Mbas shumë kohësh i shenjti ngriti kryet dhe u tha atyre burrave ose fisnikëve që kishin ardhur: Me të vërtet kështu i pëlqen Zotit dhe Spotit të gjithave, që dorëzoi një qytet të tillë në duart e njerëzve mëkatar, ndërsa derdhi gjakun e tij mbi kryq, që të shpaguaj për të na liruar nga robëria e djallit. Të dërguarit u përgjigjen, kështu urdhëroi. I shenjti u tha atyre: Ju lutem, shkoni dhe thoni mbretit dhe këto fjalë: E di që sakrifikove shpirtin tënd për mëkatarët dhe se derdhe gjakun tënd të shenjtë mbi kryq për mëkatet tona. Por, meqense më bëre heroje dhe mikqyrës në këtë qytet, duhet të imitoj dhe unë ty. Pra, dhe unë të sakrifikoj shpirtin tim për ta. Por, po humbën ata, le të humbas edhe unë, sepse dhe ata ndonë se janë mëkatar, besojnë në emrin tënd, por ti je Perëndia atyre që pendohen, prandaj mos u zëmëro kundër meje. Burrat u përgjigjen dhe i thanë: Do t'i themi këto atij që na dërgoi, por se mos i dërohet kundër teje. I shenjti u tha atyre përsëri: Kështu t'ja thoni. Mbasi i tha këto, u duk e u fut në kuben e varrit dhe mbylli dyert. Ky është vegimi që pa ky murg. Patjetër që murgu e tregoi këtë vegim tek Selanigasit, të cilët ishin të trembur nga rrethimi i avarëve dhe kuptuan se Shën Dimitri do t'i mbronte, nuk do t'i braktiste. Edhe pse Perëndia në gjykimin e tij të drejtë kishte vendosur që Selaniku të binte në duart e avarëve, po ishin ndërmjetimet, lutjet, përgjëratat e Shën Dimitrit, prezenca e tij që me fuqinë e Krishtit ai do t'i mbronte. Dhe ky vegim u vërtetua nga ngjarja më poshtë. Avarët ishin rreth 100.000 që kishin pushtuar Selanikun, mbasi pushtuan shumë vende dhe i shkretuan, ju sulën si shtam dhe Selanikut. Kur arritën atje, menjëherë rrethuan kështjelët dhe mbasi ngritën shkallën hipër lart nëpër mure. Atëre thuhet që u duk Shën Dimitri si një ushtar i armatosur dhe i sulmoi avarët me shpatën e tij. Vrau shumë nga ushtarët, duke ju dhënë kuraje të gjithë ushtarëve Selanikas që edhe ata të luftonin me trimëri. Po ashtu ai ndihmonte ushtarët, siç thash, që t'i jepte kuraje. Por avarët nuk u toroqën, ata ndërtuan kulla prej druri më të larta për të kaluar, domethënë, muret e kështjellës dhe sollën njerëz të cilët ishin të fuqishëm për të hedhur këto gur brenda në kështjellë. Patjetër që situata u vështirësua, por përsëri shfaqet Shën Dimitri, i cili bëri mbrojtjen e qytetit. Na thuhet se Shën Dimitri i dha fuqi ushtarëve të cilët luftonin me avarët dhe që nuk e lejuan që ata të futeshin brenda mureve të kështjellës, por bëri edhe diçka tjetër. Mori një gur të vogël dhe shkoi në atë: Në emër të Isu Krishtit Perëndis ton, Shën Dimitri ndihmo. Dhe pastaj e hodhi këtë gur në kampin e avarëve. Por ai gur i cili kishte fuqinë e Krishtit dhe të shenjtorit, kur ra në kampin e avarëve, plasi si një bombë e madhe dhe kështu mbasi gur të tjerë u sulën ose ran mbi kampin armik. Dhe kështu ja u prishin makinerit, pra ato që kishin ndërtuar për të shkatruar kështjellën, dhe avarët u toroqën të turpëruar dhe të mundur. Dhe të gjithë kjo ishte një çudi e madhe, sepse ishte një fuqi hyjnore që i mbronte ata dhe jo thjesht një ndihmë njerëzore. Dhe kur avarët u interesuan tek një rob që kishin kapur, kush është ky person që i ndihmon kaq shumë Selanikasit, ai mësoi që është Shën Dimitri. Avarët, edhe pse kishin ardhur për të pushtuar qytetin, e respektuan shenjtorin dhe u toroqën të mundur. Pra, në këtë ngjarje na tregohet se si avarët nuk arritën dot të pushtonin qytetin e Selanikut sepse i mbronte Shën Dimitri. Po shumë e rëndësishme, dashur të krishterë, të ndalemi tek vegimi, se si Shën Dimitri me shumë kurajo ju lut Zotit Jezu Krisht që i tha: edhe pse drejtësia jote kërkon ta lejoj qytetin të bie në duart e avarëve, shpëtoj ata banor për hirin tim. Madje Shën Dimitri ishte gati të humbte shpirtin e tij bashkë me banorët e Selanikut. Këtu shikojmë guximin që kanë shenjtorët në ndërmjetimin që bëjnë ata, jo për veten e tyre,
por për popullin e Perëndisë. Dhe të parët që lejohen t'i luten Zotit Jezu Krisht dhe kanë guxim janë martirët, sepse martirët kanë dhënë gjakun për Krishtin, është dashuria sublime e përsosur dhe ata i përngjajnë Krishtit. Prandaj edhe Zoti i lejon ata që të luten të parët për kishën e Perëndisë, për popullin e Perëndisë dhe për njerëzimin. Dhe pastaj vijnë dhe gjithë shenjtorët e tjerë, të cilët sipas shenjtërisë që kanë kurajo të ndërmjetojnë për ne. Por duhet të ndë një gjë që patjetër që edhe durimi i Perëndisë ka një kufi. Pavarësisht se Shën Dimitri kishte mbrojtur shumë qytetin e Selanikut nga avarët, por erdhi koha që Selanikasit haruan mëshirën e Perëndisë dhe ndërmjetimin e shenjtorit dhe u dhanë shumë mbas mëkatit. Kjo bëri që Selaniku të binte në duart e turqëve. Edhe në këtë rast të krishterët morin një njoftim. Tregohet se kur disa krishterë kërkonin të shkonin në Selanik, duke menduar se Selaniku ishte një qytet i mbrojtur, sepse e mbronte Shën Dimitri, atëherë ata pan diçka të pazakon. Dhe duke vajtur në rrugën për në Selanik, ata pan një ushtar i cili po vinte nga qyteti dhe u takua me një kryeprift. Dhe në fillim ishte ushtari që përshëndeti kryepriftin duke i thënë gëzohu kryeprift i Perëndisë Akila. Dhe kryeprifti i tha gëzohu dhe ti ushtar i Krishtit Dimitër. Të krishterët kur dëgjuan këtë takim qëndruan dhe i tërhoqi vëmendjen. Ushtari i tha përsëri kryepriftit, nga vjen kryeprifti i Perëndisë dhe ku po shkon? Atëherë Shën Akila lotoi dhe tha, për mëkatet dhe paullësitë e njerëzve, Perëndia urdhëroi që dal nga Larisa, që po e ruaj, se do dorëzohet në duart e agarinëve dhe kështu do të shkoj në atë vend që më urdhëron Zoti. Dhe ti nga vjen, më thuaj, të lutem. Atëherë Shën Dimitri lotoi dhe tha, dhe unë të njëjtën gjë pësova kryeprift Akila. Shumë herë ndihmova Selanikasit dhe nga robëria i shlirova, dhe nga vdekja dhe nga sëmundja, por tani për mëkatet e tyre të shumta dhe për paullësitë moj Perëndia dhe më urdhëroi t'i lë të dorëzohen në duart e agarinëve. Prandaj ju binda urdhrit e tij dhe dola të shkoj ku më urdhëron. Kur i tha këto fjalë, ulën kryet poshtë dhe të dy shenjtorët qanë. Shenjtorët u përqafuan me njëri tjetrin dhe pastaj u përshëndetën, u larguan dhe u bën padukshëm. Të krishterët që ishin aty dhe po shikonin këtë vegim kuptuan se tashmë për shkak të mëkateve të Selanikut dhe të Larisës, këto dy vende të dëgjuar që mbroheshin nga shenjtorët, si Akila i Larisës, kryeprift, po dhe Selaniku nga Shën Dimitri ranë në duart e turqëve. Dhe vërtet Selaniku dhe Larisa u pushtuan nga turqit dhe për një kohë shumë të gjatë ata mbeten në pushtimin osman. Dhe kjo erdhi për shkak të mëkateve të papenduara. Por dim se përsëri Selaniku u shlirua në ditën e Shën Dimitrit në datën 26 tetor të vitit 1912, dhe kjo është një ditë e kremte për Selanikasin, për të krishterët e Selanik, sepse kujtojnë shlirimin e tyre në ditën e Shën Dimitrit, dhe kjo nuk është një rastësi, por është një e vërtet për treguar se Shën Dimitri përsëri ndërhyri tek Perëndia dhe Zoti pati mëshirë dhe e shliroi Selanikun nga pushtimi ose pushtuesit osman. Pra, të dashur të krishterë, i themi të gjitha këto për të kuptuar rolin dhe ndërmjetues që kanë shenjtorët e Perëndisë tek Zoti Krisht. Por, thamë që dhe durimi i Perëndisë ka një kufi. Nëse mëkatet tona janë të shumta dhe të papenduara, sikur gjithë shenjtorët të luten tek Zoti, patjetër që Zoti nuk do na mëshirojë, sepse nuk mund na lëri të vazhdojmë në udhën e paull të mëkateve, sepse neve rrezikojmë pastaj të shkojmë në një gjendje e moskthimit. Kështu që janë të detyrueshme të vinë qortimet, dënimet, luftrat, pushtimet, skllavëria, vështirësitë, sëmundjet e çdo gjë tjetër që populli pastaj të përulet nga vuajtja dhe të kërkojë mëshirën e Zotit duke hequr dorë nga mëkati. Këto janë ligjet shpirtërore që kanë vepruar gjithmonë, veprojnë edhe në këtë kohë. I themi gjitha këto sepse edhe neve sot jetojmë në një kohë të vështirë, pavarësisht se nuk jemi të persekutuar nga ana
e besimit, siç ishim në kohën e ateizëm komunizmit, por sot në këtë lirinë e besimit kemi një tundim tjetër, kemi shthurjen. Pra mendojmë se liria që ne fituam është të bëjmë çfarë të duam. Disa dhe të krishterë në emër e kanë keq përdorur këtë liri, pra duke bërë një jetë pa moral. Kjo nuk bën gjë tjetër veç se nxit zemërimin e Perëndis, që në qoftë se ne do të vazhdojmë me këtë trend, duke mëkatuar pa u penduar, pa frikë Perëndie, do të na vijë një qortim dhe as shenjtorët nuk mund na mbrojnë dot. Të dimë se në kohën e ateizmit komunizmit, edhe në Shqipëri ndodhi e njëjta gjë, kur populli besoi tek njerëzit, i adhuroi ata, i bëri perëndi, u mashtrua nga gjithë benefitet në thojza që dha Partia Ateiste Komuniste popullit të varfër, siç ishin reforma agrare dhe shumë gjëra tjera, por dhe propaganda antife, dhe populli përqafoi këtë dhe ranë ateizëm. Atëre në vitin 1967 ne kemi edhe ndalimin me ligj të fesë. Dhe shumë njerëz pan këto shenja, pan shenjtore që largoheshin nga kisha, iknin dhe thonë po largohemi sepse nuk kemi më vend për të qëndruar këtu. Dhe mbas largimit ndodhin dhe ato fatkeqësi që ne i vojtëm për kaq vite. Kështu që ne nuk mund ta mbajmë me zor bekimin e Zotit, as dhe ndërmjetimin e shenjtorëve, nëse ne nuk duam të bëjmë punët e Zotit. Çfarë thot Krishti në Ungjil? Pse më thrisni Zot, Zot, e nuk i bëni ato që unë ju them? Largoni prej meje, nuk ju njoh. Por le të kthehemi tek Shën Dimitër Mirovliti, ky shenjtor kaq i madh. Ai nderohet nga kisha si dëshmor i madh, sepse qëndroi me durim në pohimin e besimit, por dhe në torturat e ndryshme që i bën Shën Dimitit përpara se ta martirizonin. Por tregoj edhe një histori kur Shën Dimitri ishte i burgosur dhe thamë në atë vendin e ngushtë, dhe ja kishin lidhur duart dhe këmbët dhe nuk mund të lëvizte dot. Atëherë na thuhet se një akrep i madh u afrua trupit të Shën Dimitit dhe lëvizte në trupin e Shën Dimitit dhe kërkonte të gjente një vend të ndyrë nga mëkati në trupin e tij që të ngulte thumbin helmues. Por ky akrep nuk gjeti asnjë njoll në trupin e Shën Dimitrit, pra Shën Dimitri ishte një i krishterë i të lirë në shpirt dhe në trup, dhe kështu ky akrep ra në tokë i ngordhur. Ishte një shenjë se ashtu si ra akrepi, ashtu do të binte edhe djalli i cili ngriti këta njerëz armiqësor kundër Shën Dimitrit. Dhe që Shën Dimitri ishte i të lirë në shpirt dhe ishte i veçantë në jetën e tij, madje e përgjasojnë dhe me lirësinë e Vigjershës Mari, pra kaq shumë i lirë ishte në mendje, në shpirt dhe në jetën e tij morale dhe trupore, sa Zoti i dha një privilegj të veçantë që nga varri i tij, pra nga eshtrat e tij burojnë miro e shenjtë. Një vaj aromatik me një aromë qiellore që nuk mund të gjendet në tokë dhe që siç thash vazhdon që nga shekujt e parë dhe sot e kësaj dite. Prandaj ka dhe epitetin Mirovlit, pra që nxjerr miro. Në vitin 412 qeveritari Leontio, duke shprehur mirënjohjen e tij për shërimin nga një sëmundje e pashërueshme, i ndërtoi shenjtori një kishë të madhe, një bazilik që vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite në Selanik dhe është kisha qendrore në qytetin e Selanikut. Tham që Shën Dimitri është quajtur mbrojtësi i qytetit të Selanikut dhe që e ka shpëtuar disa herë, jo vetëm nga sulmet, por dhe nga tërmetet, nga uria, nga sëmundjet, dhe festa përndër të Shën Dimitrit zgjat disa ditë, nga data 26 tetor deri në datën 28 tetor, madje që nga shekulli i 12 në muajin tetor ngrihet afër qytetit Selanikut një Selanik tjetër, na thonë se kuptohet, Dimitrat quhen, sepse është një panajir tregtar ku njerëzit vinë nga shumë vende të botës dhe ekspozojnë aty prodhimet e tyre, produktet e tyre, siç ndodhet sot e kësaj dite, dhe kjo bëhet për nder të shenjtorit, sepse Selaniku mbajë si një qytet i cili ishte i mbrojtur nga shenjtori dhe prandaj dhe njerëzit vinin dhe bënin një tregti, por dhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë kjo traditë dhe aty organizohen ekspozita ndërkombëtare të Selanikut ku marrin pjesë nga gjithë bota.
Dëshmori i madh Shën Dimitër është një shenjtor shumë çuditbërës. Prandaj edhe fama e tij u porap që në shekujt e parë, që mbas martirizimit të tij në gjithë botën, Zoti i dha shumë lavdi, për shkak të vjegjerisë së tij, të lirësisë së tij, martirizimit të tij dhe nderohet shumë nga kisha ortodokse. Si tham, Shën Dimitri është dhe mirovlit, pra i buron Miro. Miro e Shën Dimitrit është e veçantë, ai nuk pushon asnjëherë dhe kush ka pasur fatin të shkojë në qytetin Selanikut dhe të shkojë në kishën Shën Dimitrit, do të ndjej që sapo afrohet kishës një aromë, kur janë mbledhur gjithë lulet e botës, aromatizon gjithë kishën dhe jashtë kishës, aq më tepër kur futesh brenda në kishë e ndjen këtë aromën e miros, këtij parfumi qellor që buron nga lipsanet e Shën Dimitrit, të cilat janë nxjerrë nga varri dhe tash janë në një sarkofag dhe aty shkojnë të krishterët e nderojnë dhe nuhasin miron e Shën Dimitrit. Jo vetëm nuhasin miron, por e marrin këtë miro, e mbledhin këtë miro dhe e shpërndajnë si bekim të krishterët, jo vetëm që të ndjejnë këtë aromë qellore të miros së Shën Dimitrit, por ajo përdoret edhe për shërim të sëmundjeve. Dhe ka disa shenjtorë që kisha i nderon si mirovlit, pra kemi dhe Nil Mirovlitin ose shenjtorë të tjerë të cilët nga trupat e tyre nxjerrin miro. Çfarë është miroja që ne e themi? Është aroma e Krishtit. Aroma e Krishtit të ngjallur ose aroma e Shpirtit Shenjtë. Na thuhet sipas ungjive apokrif që kur Shpirti i Shenjtë zbriti mbi apostujt, jo vetëm që ishte fenomeni i gjuhëve të zjarrit ose e erës fuqishme, po që edhe një aromë e përsosur. Kjo është aroma qellore. Duhet dim se na thuhet për Krishtin që ai si them prap aromën, që është jetë për besimtarët, por është dhe vdekje për mëkatarët. Dhe vërtet kjo nuk është vetëm aroma e Krishtit, sepse Krishti e mori natyrën njerëzore, atë natyrë të rënë, e shenjtëroi, e hynizoi dhe e bëri miro. Do me thënë, materia u bë tashmë miro që transmeton hirin e Shpirtit të Shenjtë, hirin e Zotit, jetë të dhënës. Dhe kjo shfaqet për neve që kemi shqisa, kemi edhe nuhatje me aromë. Kështu që jo vetëm Krishti e ktheu trupin e tij në mirovlit, pra që buron miro, dhe ai është miro e vërtet, por dhe të krishterët e devotshëm që u bashkuan me Krishtin dhe patën një fund të krishterë, siç ishte edhe Shën Dimitri, edhe ata u bën krishterë dhe ata u bën mirovlit. Prandaj ndodh ky fenomen që neve e shohim, e prekim, e nuhasim për këtë miron e Shën Dimitër Mirovlitit ose të shenjtorëve të tjerë, për shembull siç kemi Simeon Nemanja, që është ndërtuesi ose ktitori i manastirit e Sfigmenët, ose Shën Serafimi i Sarovit, e shumë shenjtorë të tjerë të cilët burojnë nga eshtrat e tyre, nga trupat e tyre, lipsanet e tyre miron. Dhe patjetër janë thënë shumë gjëra për miron e Shën Dimitrit, që është shumë e spikatur. Na thuhet se për shembull Evstathi i Selanikut thotë se trupi i martirit gjendet në varr, por nga ai buron gjak dhe miro. Ky gjak është simboli i jetës. Gjithashtu Evstathi rrjedhën e mirës ja dedikon jetës së pastër të Shën Dimitrit. Pra jeta e tij ishte e lirë, e virgjër në mendim, në dëshirë, në veprim. Pra, për shumë shenjtor, miroja konsiderohet si simbol i shenjtërisë. Ishte një shenjë që Zoti e jepte mbas vdekjes martirike ose në paqe të krishterëve devotshëm, që ata ishin të pëlqyer nga Perëndia dhe jo vetëm shpirtat e tyre ishin mbushur me Shpirtin e Shenjtë, por dhe trupat e tyre ishin të mbushur me Shpirtin e Shenjtë, prandaj edhe burojnë miro ose lëshojnë aromën e miros. Shën Nikola Kavasila kombinon miron me gjakun e Dimitrit dhe pastërtinë e tij. Në mënyrë analoge me këtë të fundit interpreton miron dhe Grigor Pallamaj, Shën Grigor Pallamaj, dhe të gjithë shenjtorët e tjerë që kjo merit ose kjo dhuratë ju dha shenjtorit mbas vdekjes për shkak të
pastërtisë së tij, lirësisë së tij. Prandaj të dashur të krishterë, këto janë shenja që na jep Perëndia ne të krishterëve ortodoks, që nuk kemi thjesht një besim retorik, por kemi një besim real, të prekshëm, pavarësisht se këtu flasim për fenomene hynore dhe nuk mund t'i ekzaminojmë dot çfarë është kjo miro. Duhet dini se janë bërë edhe eksperimente, madje janë bërë edhe tani shpejt nga shkencëtarë në Paris për një analizë kimike të mirës së nxjerrë nga Shëndi Mitri, pra që është aksesueshme, mund ta marrësh. Unë personalisht kam pasur bekimin që ta nuhas të miro, madje të marr dhe nga kjo miro me pambuk si bekim. Është një miro që vjen një aromë të jashtëzakonshme dhe nuk humbet me vite të tëra, domethënë ajo qëndron aty dhe aromatizon gjithmonë. Pra, vim të shkencëtarët të cilët bën ekzaminimin e mirës së Shëndi Mitrit, por dhe të ikonës së Vigjereshës së Malevit, që edhe ajo nxjerr këtë miro, dhe shkencëtarët konkluduan që në të dy rastet miroja përbëhet nga 35 përbërës që nuk gjenden askund në planetin tonë. Pra janë elemente kimik që nuk gjenden në planetin tonë. Pra, miroja është një esencë qiellore, është dhuratë e Shpirtit Shenjtë. Është një shenjë e botës qiellore që Zoti na jep nëpërmjet lipsaneve të shenjtorëve. Prandaj i themi të gjitha këto që të forcojmë besimin tonë. Nuk po themi këtu përralla, po themi realitete të prekshme. Jaku është Selaniku, nuk është shumë larg, dhe shumë që kanë shkuar atje kur më dëgjojnë për ato që po them, po më japin të drejtë. Por Shëndi Mitri ka bërë shumë mrekulli dhe nuk do na dilte koha që neve t'i përmendim ato, por do të përmend një dialog të Shëndi Mitrit me një epitrop të pandërgjegjshëm të kishës së tij. Duhet të dini se në kishën e Shëndi Mitrit është një kishë shumë e madhe, bazilik shumë e madhe, dhe njerëzit shkojnë atje ndezin jo qeri, po llamballa për nder të shenjtorit dhe për problemet e tyre. Ishte një epitrop, Onisifori, kishte emrin, i cili gjoja për të bërë ekonomi për kishën, ai kur vinin njerëzit dhe ndiznin llambade, i linte pak të digjeshin dhe sa largoheshin njerëzit me njerë i fikte dhe si them i bëndet papërdorshme. Por patjetër që kjo ishte e papërqyeshme nga shenjtori, por më tepër ishte një ndikim i djallit që ky Onisifori nuk arrinte dot ta kuptonte, se mendonte se ai po bënte mirë, po kursente ose po ndihmonte ekonominë e kishës. Është diçka që ndodhet sot e kësaj dite, ka epitrop ose ata që rrinë të qirin, që mendojnë se mund t'i ndezin pak qiris, ka rëndësi, pastaj me njëri fikin, dhe kështu mendojnë se po bëjnë ekonomi kishës. Por jo. Një natë u shfaq shenjtori në gjumë dhe i tha: "Vëlla Onisifor, nuk më pëlqen ajo që bën me llamballet. Ta di se dhe vetën e dëmton, por dhe ata që i afrojnë, sepse sa më shumë digjen llamballet përpara ikones, aq më shumë paksohen mëkatet e atij që i dhuron. Por kur heqim, ai nuk përfiton, dhe ai që i heq do të ketë ferrin në shpirtin e tij." Pra, i bëri një qortim Onisiforit për thënë: "Kjo që bën nuk më ndihmon, nuk e ndihmon kishën time, as ekonominë e kishës, përkundazi ti dëmton veten e vet, sepse si them të nxit djallit ta bësh të veprim, po dëmton dhe ata njerëz që vinë dhe ndezin llamballe për shëndetin e tyre." Kur dëgjoi këto, Onisifori ndaloi për pak kohë që ta bëj këtë veprim. Por mbasi kaluan disa ditë, përsëriti veprimin e tij. Një natë, një krishter shpuri 2 llamballe të mëdha dhe të bukura ta ndez në ikonën e shenjtorit. Sa po ishin ndezur dhe ishin larguar ky person, atëherë Onisifori shkoi t'i shuaj siç e kishte zakon. Po menjëherë shenjti, duke dashur ta friksoj, i tha me zë të frikshëm, të dëgjuar tash, jo në gjumë, por në realitet: "Përsëri të njëjtën gjë po bën Onisifor." Atëherë kur dëgjoi atë zë, Onisifori u tmerrua dhe ra për tokë me fytyrë përposhtë i vdekur, si i vdekur, kështu që prifti shkoi dhe e ngriti. Kjo ishte një qortim që Shëndi Mitri i bëri këtij, si them, epitropit të pakujdesshëm. Dashur të krishterë, i themi të gjitha këto, që edhe neve, ku shkojmë në kishë, nuk do të shkojmë duar bosh. Sepse
kur shkojmë në kishë, ne shkojmë në shtëpinë e Zotit dhe të shenjtorëve, të cilët po të Zotit janë. Dhe patjetër ne jemi bozhli. Kështu që kjo është edhe tradita që në kishë ne çojmë një qeri ose hedhim diçka. Pra jemi bozhli, nuk shkuhet duar bosh. Dhe ne kërkojmë nga Zoti me ndërmjetimin e shenjtorit gjëra shumë të mëdha, që nuk do kishte para në botë që ti blinte. Megjithatë shpëtimi i shpirtit, ose një shërim një smundje të pashurueshme, ose zgjidhje një problemi shumë të madh. Prandaj jemi shumë bozhli dhe nuk na kushton asgjë që të paguajmë disa para për të blerë disa llambadhe, për të një qeri, për të hedhur diçka në kishë. Por duhet të kenë kujdes dhe ata që shërbejnë brenda kishës, siç tham, që këto janë dhurata që i bëjnë Zoti dhe shenjtorëve, sidomos dhe qerinë, të cilët duhet të ndezen sa më shumë, që të jetë e mundur, patjetër ka dhe një kufi që kjo bëhet për nderin ndaj Zotit dhe shenjtorit, sepse qeriu i ndizet Zotit dhe shenjtorit, por bëhet dhe për ndjesën e mëkateve dhe të personit që i ndez këto qeri dhe që janë si një lutje që e shikon Perëndia, e dëgjon Perëndia dhe ndihmon njerëzit. Prandaj të kemi kujdes edhe me traditën e ndezjes së qeriut, pra për ta ndezur në kishë, por dhe për ata që i menaxhojnë që nuk duhet të fikin me njerëz sepse bëjnë një gabim të madh. Edhe do përgjigjen përpara Perëndisë, por dhe dëmtojnë dhe ata që i kanë afruar këto dhuratë. Mendoj të dashur të krishterë që këtu ta mbyllim edhe këtë bisedën tonë në nder dhe kujtim të Shën Dimitër Mirovlitit, ky shenjtor i madh, i cili edhe pse kanë kaluar shekujt ai nuk venitet, kujtimi i tij është i gjallë, është i freskët, është i prekshëm, lipsani i tij dhe miroja e tij mbush aromën jo vetëm të kishës së tij Selaniku, por edhe të gjithë botës për ata që kanë vesh për dëgjuar, por dhe kanë dhe hund për nuhatur, pra që duan ta nuhasin këtë aromë të shpirtit të shenjtë që ndodhet në lipsanet e Shën Dimitër Mirovlitit, për të na treguar se bota qiellore, mbretëria e Zotit ekziston me të vërtetë, edhe për neve që jemi në këtë tokë, më kemi mundësi të shijojmë pak, ta prekim pak, ta nuhasim pak, siç është edhe miroja e Shën Dimitër Mirovlitit. Por shumë vjet Shën Dimitër Mirovlitit, miru takofshim në takimin tjetër.